Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lirek Sylmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi bashkë me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Mohohen presionet e Brukselit për kodin telefonik, BE-s-u ka dhënë ultimatume palëve dialoguese. Serbia provokon sërish, tendenca zyrtarëve serb për të futur pa leje në Kosovë mund të nxjisë tensione. Ekzekutivi në hall me pagesat për kategoritë e luftës, 3 muaj të ardhshëm do të jenë sfidues për qeverinë. Asnjë kandidat për akademik, për më shumë se 1 muaj afac propozohen askush për akademik. Shpeshherë në adresa Akademisë së Shkencave dhe të Arteve janë drejtuar kritika për moshapjen ndaj kuadrave të reja. Por janë bërë më shumë se 1 muaj që kur ky institucion i dijes po pret propozime për anëtar të rinj, dhe askush deri më sot nuk ka shprehur gatishmërinë për të bërë akademik. Pse po ndodh kjo, na tregon kronika në vijim. Kanë kaluar më shumë se 1 muaj që kur Akademia e Shkencës dhe Arteve në Kosovë ka bërë shpallje publike për të bërë propozime për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të saj, por në zyrat e saj nuk ka trokitur askush. Jo rrallë në vitet e pas luftës, Ashak është kritikuar se nuk po hapet për kuadra të reja. Bile ka pasur edhe nisma për ndryshimin e ligjit për ta bërë këtë akademi me njerëz të profileve nga më të ndryshme. Tash kur afati për propozime përfundon me 17 tetor, Lendita Juniku Pula, sekretare e akademisë, thot për Tribuna Channel se akademia ka vullnet të ketë prurje të reja. Deri me sot është data 6, nuk kemi marrë ende asnjë propozim, por jemi në pritje deri me datën 17 tetor, ditën kur përmbyllet afati i paraqitjes së propozimeve nga jashtë, dhe sigurisht afati përmbyllet edhe nga brenda i pranimit të propozimeve. Të drejtë propozimi kanë vetëm këshillat e fakulteteve publike. Do të thotë shkresat duhet të vijnë nga institucioni tek institucioni. Nuk mund të propozon dikush vetveten apo kolegën, si ta them kështu, individin. E gjitha duhet të shkoj përmes institucionit. Edhe Dugajin Pupovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, e shet të nevojshme që akademia të ripërtrihet me njerëz të ri, të cilët do të sillnin dinamikë të re në jetën e akademisë. Akademia e ka rendin që të përtrihet, do të thonë kërkohet që të ketë njerëz më të rinj aty, të cilët do ta sillnin një dinamikë të re në jetën e akademisë, sepse akademia në një mënyrë është lidere e kërkimit shkencor në shoqëri. Dhe nëse një leadership i tillë nuk shihet nga akademia, atë nuk di prej kujt do të shihet. Ndërsa për propozimet ai ka thënë se shpeshherë ato janë pa ndonjë kriter që bazohet në kërkim favoresh. Propozimet po vijnë tani shpeshherë pa ndonjë kriter. Më tepër ndoshta siç kemi mësuar në këtë mjedisin tonë si kërkim favoresh ose për ta provuar fatin, thosë bëhet fjalë për ndonjë festival muzike apo ashtu të ngjashme. Dhe konsideroj se ato do të filtrohen, mirë po thjesht mendoj që akademia tani duhet të dëshmoj se njerëzit të cilët pretendojnë të jenë anëtar të akademisë vërtet duhet të kenë një background të fortë shkencor. Akademia e Shkencave dhe Artit mirëpret anëtar të ri të cilët do t'i bashkangjiten punës së Akademisë së Shkencës dhe Artit. Me datën 21 dhjetor do të mblidhet kuvendi i akademisë, me shras do të bëhet votimi në mënyrë të fshehtë për përzgjedhjen e propozimeve të kandidatëve për anëtarët e akademisë. E ata që nuk merren me shkencë por me politikë, kanë të lashëm me palën serbe në dialogun që po e zhvillojnë në Bruksel. Derisa përfaqësuesit serb deklarojnë se kanë marrë ultimatum nga BE-ja për të nënshkruar marrëveshjen për telekomin në një kohë sa më të shpejtë, Bashkimi Evropian e mohon një gjë të tillë. Pala lehtësuese e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Bashkimi Evropian thotë se dialogu i ndërmjetësuar nga ta nuk ka të bëjë me ultimatume. Zëdhënësia e Bashkimit Evropian Maja Kociančić ka thënë për Tribuna Channel se BE-ja vetëm sa ka lehtësuar bisedimet mes dy palëve, lidhur me zbatimin e marrëveshjes së 2013 dhe pasuesës planit të veprimit për 2015 e që është telekomunikacioni.
Dialogu i lehtësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës nuk ka të bëjë me ultimatume. Kjo ka të bëjë me Kosovën dhe Serbinë që kanë rënë dakord për kushtet, në të cilat Kosovës i është ndarë një kod telefonik dhe një kompani serbe në Kosovë merr një licencë të plotë të caktuar dhe një autorizim të përkohshëm për operacionet e saj celulare ekzistuese. Modalitetet për zbatim janë duke gjetur kundërshtime mes palës kosovare dhe asaj serbe, përkundërse të dyja palët janë marrë vesh për Telekomin në vitin 2013 dhe në planin e veprimit në gusht të vitit 2015. Mirë po drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić është shprehur se nëse ndodh nënshkrimi i marrëveshjes si i tillë, ai nuk do të jetë më negociues i Beogradit me Prishtinën, duke pohuar se ka marrë ultimatum nga BE-ja për nënshkrimin e marrëveshjes. Ky është një ultimatum serioz dhe sfidë. Nëse ndodh që qeveria ta pranoj, duke e ditur se me këtë akt nuk do ta lehtësoj fare punën e kryeministrit, i cili ka shumë presion rreth kësaj. Unë që më së shumti kam dhënë këshilla se këto kushte nuk mund t'i pranojmë, nuk do të mund të merresha me këtë punë. Ndërsa krye negociatorja kosovare Edita Tahiri është shprehur e vendosur se Kosova do të ketë veç kod si shtet dhe jo në kuadër të shtetit fqin. Ndërsa e kontaktuar gjatë ditës nga tribuna, ajo ka thënë se nuk ka çfarë të shtojë më shumë rreth kësaj çështje. Austria ka aplikuar për kodin ITU qysh në janar dhe tash ky institucion pret të marrë përgjigje nga palët në mënyrë që të bëjë publike në buletin kodin +33 për Kosovën. Por Serbia po vazhdon t'i bëjë provokime Kosovës. Marko Đurić po insiston të realizoj vizitën në vendin ton ani pse i është ndaluar. E paralajmërimet për një vizitë të tij të dielën shihen si nxitje e tensioneve mes dy shteteve. Një muaj më parë, ministri për dialog i Serbisë Kosovë-Serbi Marko Đurić nuk u lejua të futej në Kosovë. Pavarësisht kësaj, këtë të diel ai do të provojë të futet sërish në këtë vend. Paralajmërimet dhe këmbguljet e Đurićit për ta vizituar Kosovën po konsiderohen si provokime ndaj vendit tonë. Qëllimi i kësaj vizite po shihet me motive për të treguar se Kosova është e pafuqishëm për ndalimin e zyrtarëve nga Serbia. Deputeti i Kosovës nga rallat e nismës Zafir Berisha, paralajmërimet për vizitën e Đurićit po i sheh si provokim nga shteti i Serbisë. Deklaratat provokuese të tyre janë agjende e Serbisë si shtet, e cila është duke provokuar sigurinë në rajon. Ju e dini se përveç provokimeve që i bën me Kosovën, ajo ka bërë provokime edhe me Bosnjë Hercegovinën, dhe me këtë rast Serbia po mundohet të vazhdojë të paraqitet si faktor në Ballkan, duke acaru marrëdhënie ndërshtetërore. Bashmir Xhemaj nga Ministria e Punëve të Jashtme thotë se Đurić ka bërë kërkesë të vizitojë Kosovën, por ato janë refuzuar që të gjitha. Đurić ka bërë kërkesë të vizitojë Mitrovicën, por është refuzuar. Ka bërë kërkesë edhe për të vizituar Pejen, por gjithashtu është refuzuar. Ai ka bërë kërkesë edhe për vendet e tjera, por që të gjitha janë refuzuar. E njoh si çështjeve politike Adrian Çollaku, qëllimin e kësaj vizite nga Đurić po e sheh me të vetmin qëllim për të treguar se shteti i Kosovës është i dobët në ndalimin e zyrtarëve nga Serbia. Dëshiron të tregoj që shteti i Kosovës ose këto institucionet tona pra nuk janë as të fuqishme sa që ta ndalojnë ardhen e tij. Sepse thamë që në të kalumen disa herë kanë ndodhur kësaj. Zyrtarët tanë kanë deklaruar që nuk do ta lejojnë, mirë po pastaj kanë të hyrë bashkësia ndërkombëtare dhe kësaj është realizuar ajo vizitë. Pra këto është do të thotë një lloj provokimi ose Lidhur me këtë çështje, Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë me Marko Đurić, por ai nuk ka qenë i gatshëm të flasë. E nga Ministria e Punëve të Jashtme nuk kanë pranuar të flasin për veprimet e tyre në rast se Đurić vije në Kosovë. Serbia po ushtron ndikimin edhe brenda në kuvendin e Kosovës përmes listës serbe. Deputetët e kësaj liste sot e kanë kritikuar qeverinë që nuk i kanë ftuar për diskutim edhe përfaqësuesit serb gjatë hartimit të projektligjit për Trepçën, por nuk kanë mbetur pa përgjigje nga ministri Bleran Stavileci. Projektligji për binierën e Trepçës është miratuar sot në lexim të parë nga Komisioni për Zhvillim Ekonomik. Mirë po këtë formë të projektligjit e kanë kundërshtuar deputetët e listës serbe. Sasha Milosević që ka kritikuar qeverinë që gjatë diskutimeve të projektligjit nuk kanë ftuar për diskutim përfaqësuesit nga komuniteti serb. Ne do të jemi kundër në parim të këtij ligji, nëse gjatë amandamentit nuk i harmonizojmë qëndrimet e punëtorëve të Trepçës, të cilët i përkasin komunitetit serb, ne do të jemi kundër dhe kundër këtij
këtij ligji do të jemi edhe në leximin e dytë. Ne mendojmë se punëtorët e Trepçës janë përjashtuar nga vendimarrja dhe për fatin e Trepçës nuk janë marrë parasysh qëndrimet tona në qeverinë e Kosovës. Naši predstavnici. Ministri për zhvillim ekonomik Bleran Stavileci është kundër përgjigjur duke thënë se në çdo takim janë ftuar edhe përfaqësuesit serb. Madje ai tha se ka me shkrim ftesa të cilat dëshmojnë se janë ftuar edhe serbët si nga qeveria ashtu edhe nga AKP-ja. Ne kemi edhe në formë të shkruar të gjitha ftesat që janë bërë pjesëtarëve, pra të kolegëve në këtë rast edhe të ministrisë, po edhe përfaqësuesit nga AKP-ja, pra në 7 këto takime ka qenë ftesa, mirë po kolegët në këtë rast pra nuk kanë ardhur në këto takime. Ndërsa Visariu Meri nga Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka bërë të ditur se çfarë qëndrimi ka vetëvendosja për këtë projekt ligj. Ai ka paraqitur disa vërejtje në projekt ligj duke thënë se në hartimin e tij ku vendi ka mbetur jashtë vendimarrjes për Trepçën, përveç qeverisë e cila do të jetë 80% aksionare e saj. Në këtë rast janë përzi hapat që po e diskutojmë ligjin para se ta kemi parë strategji, para se me pas strategji dhe para se me pas një studim fizibiliteti për Trepçën. Pra, të gjitha ato propozime që janë aty për të armën e Trepçës janë paka shumë forma të ndryshme të privatizimit të saj ose të njësive të veçanta biznesore që krijohen në këtë. Kurse Rusem Berisha, antari i komisionit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se në parim e përkrahin ligjin. Muhamet Mustafa, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, ka kërkuar nga antarët e komisionit që të përgatisin amandamentet dhe t'i paraqesin ato të hënën gjatë dëgjimit publik të ligjit. Qeveria ka kohë deri me 2 nëntor të shtetëzoj Trepçën, përndryshe nëse nuk ndodh kjo, giganti shkon në likuidim. Ndërkohë 2 subjektet opozitare të cilat tashmë janë në koalicion AK-Nisma i kanë thënë po projekt ligjit për Trepçën, pavarësisht disa vërejtjeve që i kanë. E në vetëvendosje nuk deklarohen për këtë çështje. 2 subjektet opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, kanë vendosur që ta përkrajnë projekt ligjin për Trepçën, përsa kohë që vetëvendosje nuk e ka dhënë fjalën e saj. 2 subjekte tashmë të cilat janë në koalicion, pavarësisht që e përkrajnë këtë projekt ligj, kanë disa vërejtje. Madje i kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të jetë e kujdesshme në hartimin e statutit të Trepçës. Rusem Berisha nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar që 25% e aksioneve të takojë punëtorëve e jo 20% siç është miratuar në qeveri. Në parim e përkrahim këtë ligj, por i kem edhe vërejtjet tona, cilat besoj se mes leximit parë dhe dytë do t'i më prezantojmë, por kryesisht ato vërejtjet që i kem kanë të bëjnë me çfarë shoqërie do të jetë Trepça do të jetë. Kurse në Nisma për Kosovën deklarohen përmes telefonit se me projekt ligjin e ri për Trepçën po krijohet një rrethanë re, pasi që kjo e fundit po kalon në një shoqëri aksionare. Ne mendojmë se me këtë projekt ligj po krijohet një rrethanë re për Trepçën dhe për vendin ton, sepse Trepça sipas projekt ligjit po kalon në një shoqëri aksionare, ku 20% aksionar do të jenë punëtorët dhe 80% qeveria, dhe kjo është një rrethanë re. I pyetur se a do të shkojë deri në fund qeveria këtij procesi duke ditur kundërshtimin e listës serbe, Hoti ka thënë se nuk e di një gjë të tillë. A do t'i qëndroj presionit politik qeveria deri në fund dhe ndikimeve të jashtme që mund të vinë nga komuniteti serb dhe i pjesës veriore të Trepçës dhe i Beogradit, por edhe i faktorëve të tjerë unë nuk e di, por bëjmë thirrje që qeveria të jetë në mbrojtje të interesave të vendit, të qytetarëve të vendit dhe këtij projekt ligji që e ka draftuar vetë. Në vetëvendosje nuk janë deklaruar për këtë çështje, përgjigja atyre vetme ka qenë që t'i referohemi deklaratës së kryetarit të këtij subjekti Visariu Meri, i cili për këtë çështje ka folur në Komisionin për Zhvillim Ekonomik. Përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës janë pritur sot nga kryeministri Mustafa, si dhe përfaqësues tjerë të kabinetit qeveritar. Ashtu siç ka raportuar Tribuna Channel një ditë më parë, tema e këtij takimi ka qenë pagesa për veteranët për muajin shtator. Veteranët kanë marrë zotime se do të bëhet zgjidhje edhe për 3 muajt e ardhshëm. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim përfaqësuesit e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në krye me Smajle Lezajn.
Në këtë takim, sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, është biseduar në veçanti për adresimin e çështjes së pensioneve për veteranët luftëtar. Me që rast thuhet se ka ekzistuar mirëkuptim i dyanshëm për nevojën që kjo çështje të zgjidhet, duke pas parasysh mundësitë buxhetore, domosdoshmërinë e ruajtjes së marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, si dhe duke pasur konsiderat të plot për nevojat e veteranëve të luftës. Kryeministri Mustafa ka shprehur përkushtimin e plotë të qeverisë së Kosovës për përkrahjen e të gjitha kategorive të dala nga lufta UÇK-s, duke pas parasysh kontributin e tyre të jashtëzakonshëm për çlirimin e vendit, thuhet ndër të tjera në njoftim. Tribuna Channel ka raportuar një ditë më parë se pjesë e këtij takimi do të jetë çështja e pagesës së veteranëve për muajin shtator dhe arritja e një zgjidhjeje për 3 muajt e ardhshëm të këtij viti. Kryetari i organizatës së veteranëve Smajl Eleza i ka thënë Tribuna Channel se në këtë takim është biseduar për pensionet për muajin shtator dhe se kanë marrë zotime nga qeveria për zgjidhje edhe në 3 muajt e ardhshëm. Çështja e pagave të shtatorit ka qenë temë e takimit sepse janë vonuar. Kemi biseduar edhe për muajt e ardhshëm, tetor, nëntor, dhjetor, ata janë zotuar që t'i bëjnë pagesat së paku për vitin 2016. Janë ankuar për numrin e madh të veteranëve, por nuk kemi mundur të vim në një përfundim se si do të bëhet kjo çështje. Përderisa është ligji në fuqi, ju kemi thënë se nuk kemi nevojë të bëjmë gara përmes mjeteve të informimit. Është çështje e tyre dhe jo e organizatës se si do të paguhen. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i ka thënë Tribuna Channel se janë siguruar pensionet për veteranët me një tërheqje nga rezervat shtetërore, por ata nuk kanë dhënë informacione se si do të veprohet në muajt e ardhshëm. Një raport ka nxjerrë të dhënën se vetëm 3% janë të informuar rreth asaj se ç'është marrëveshja e stabilizim asociimit. Hulumtimi tregon se shqetësimet e qytetarëve në Kosovë më së shumti kanë të bëjnë me zhvillimin e dobët ekonomik dhe papunësinë e lartë. Por mbi të gjithashtu Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar qeverinë e Kosovës se po synon t'i largojë nga skema pensionale të gjitha ata pensionistë që janë mbi moshën 65 vjeçare. Dardan Sejdiu nga kjo lëvizje në një konferencë për media ka thënë se po tentohet të shuhet të tërë baza pensionistëve dhe që ata të kthehen në raste sociale. Sipas një hulumtimi të publikuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike dhe Grupi për Studime Politike dhe Juridike, del se qytetarët janë shumë pak të informuar rreth marrëveshjes së stabilizim asocimit, dhe se ata qytetarë të cilët janë të pakënaqur me situatën politike dhe ekonomike nuk besojnë në implementimin e MSA-s, ndërkohë që vetëm 3% e qytetarëve kanë njohuri për MSA-n. Hulumtimi tregon se shqetësimet e qytetarëve në Kosovë më së shumti kanë të bëjnë me zhvillimin e dobët ekonomik dhe papunësinë e lartë. Nga këto rezultate del se 66% e qytetarëve nuk janë të kënaqur me drejtimin ekonomik në të cilin po shkon Kosova. Qytetarët janë deklaruar se Kosova nuk është e gatshme ekonomikisht të implementojë MSA-n. Po ashtu 60% e qytetarëve janë shprehur të pakënaqur me politikën e Kosovës. Leonora Kryeziu, drejtoresha ekzekutive e IPSP-s, tha se kjo marrëveshje kërkon që Kosova të implementojë një sër reformash për të cilat qytetarët në vend kanë pak njohuri. Qytetarët e Kosovës kanë pak njohuri sa i përket përmbajtjes së saj. Hulumtimi tregon se njerëzit të cilët janë të pakënaqur me situatën politike dhe ekonomike janë po ata të cilët mendojnë që Kosova nuk është e përgatitur për implementimin e kësaj marrëveshje, andaj edhe do të thotë si një ndër rekomandimet të cilat kanë dalë ose sugjerohen nga hulumtimi është që kish me qenë si qeveria me punu shumë në sundimin e ligjit dhe me promovu zhvillimin ekonomik. Gjerje Williams, ambasadore Holandës në Kosovë, tha se MSA është një mundësi që Kosova të jetë më afër BE-s dhe të përmirësojë standardi jetës së qytetarëve. Ajo tha se Holanda është interesuar të ndihmojë Kosovës, por se presin vullnet politik dhe reforma konkrete. Edhe Tomas Gnoqi nga zyra e BE-s në Kosovë tha se duhen më shumë aktivitete për të rritur nivelin e vetëdijësimit të shoqërisë për këto procese. Duhet të kemi më shumë aktivitete për rritjen e vetëdijësimit të qytetarëve për MSA-n. Për ne kjo është marrëveshje thelbësore. Për herë të parë kemi raporte kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s. Përmes kësaj kemi të drejtë dhe obligim nga të dy palët.
Ndryshe, marrëveshja stabilizim asociimit ka hyrë në fuqi me 1 prill 2016 dhe është marrëveshja e parë kontraktuale mes Kosovës dhe BE-s, që kërkon që Kosova të implementojë një sër reformash në të gjitha sferat dhe afrimin e legjislacionit me atë të BE-s. Shikues të nderuar, ndërsa tani të ndjekim kronikën që ka të bëjë me konferencën e lëvizjes vetëvendosje. Qeveria e Kosovës po synon që kategoritë e pensionistëve të Kosovës të shndrojnë në raste sociale, duke u aprivuar të drejtën e pensionit një gjenerate të tërë që mbush 65 vjet. Ky është vlerësimi që ka dhënë lëvizja vetëvendosje për qasjen e qeverisë ndaj sistemit pensional në vend. Nën kryetari i kësaj partie, Dardan Sejdiu, ka deklaruar se qeveria me politikat e saj po synon që pensionin bazë ta largojë tërësisht. Po më tënë të shtyj përpara shurjen e shtyllës parë. Pra, pensionistat po do me i trajtu si raste sociale dhe në këtë formë, në vend se pensionistët, ata që janë mbi moshën 65 vjeçare, të gëzojnë drejtën e pensionit, po dojnë me i trajtu si raste sociale ku vlerësime tani bëhen sa meriton personi apo jo pension. Sejdiu shprehur po ashtu se kjo qasje e qeverisë është dënim për pensionistët e Kosovës, e cila po synon shuarjen e shtyllës së parë të pensionistëve. Kjo qasje dhe kjo politike zgjedhur nga qeveria është asgjë më shumë se dënimi një gjenerate të tërë. Pra, po dënohet e gjithë gjenerata, gjithë pensionistët mbi moshën 65 vjeçare. Sejdiu shprehur se rikategorizimi i pensioneve dhe të drejtës për pension si vlerësim dhe rast social është jashtëzakonisht brengosës. E në një rrugë të kryeqytetit që drejtohet nga Shpend Ahmeti e Dardan Sejdiu, nuk kanë të ndalur të lashet e banorëve. Banorët shqetësohen për shkak se shaktët në rrugë janë të hapura dhe improvizimi i tyre bëhet vetëm me dërasa. Këto gropat e hapura përgjatë rrugës po u krijojnë vështirësi banorëve të kësaj lagjeje. Shaktet e improvizuara në rrugën Muharrem Feyza në kryeqytet tash e disa javë kanë shqetësuar banorët e lagjes. Rahim Bujupi, banori i kësaj lagje, thotë se këto gropa po rrezikojnë jetën e tyre, sidomos gjatë natës. Po i rrezikojnë fëmijë, stmajt, plesht, kerët, bëhet kolona. Edhe ky 9-vjeçar po i friksohet kalimit nëpër këto rrugë. Tutemi shumë se kujtojmë që rrezomin të. Ndërsa nxënësja Florentina Aliti thotë se po kanë vështirësi kur i duhet i bijnë kësaj rruge. Rruga është shumë keq, sepse ka avrim gjithandej, pra kanë fëmijët vështirësi, sepse çdo fëmijë pra mund të bjerë në atë grop. Mirë po këtyre shqetësimeve si duket do ju vjen fundi. Kjo pasi komuna e Prishtinës thotë se deri në javën tjetër rruga do të mbulohet me një shtresë me shraste dhe do të asfaltohet. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Adonis Tahiri për televizionin tha se këto gropa do të mbyllen së shpejti, pasi kompania që shtron rrugën do t'i përfundoj punimet javët në vijim. Në rrugën Muharrem Feyza kemi pas shumë probleme dhe shumë ndërtime dhe tani ka ardhur radha që edhe ajo të rregullohet. Këtë javë kompania e caktuar nga komuna e Prishtinës është marrë me sanimin e gropave të mëdha edhe në atë pjesë dhe ka bërë gati terrenin në mënyrë që në fundjavë të shtrohet shtresa e parë e asfaltit. Shtresë kjo që i paraprin shtresës së dytë dhe të fundit që do të shtrohet javën tjetër dhe besoj që me këtë nuk do të ketë më probleme në atë rrugë. Ndërtimet që sa kohë aty kanë ndikuar në dëmtimet të rrugës. Ka nisur sot në Prishtinë simpoziumi i 7 ndërkombëtar i shkencave shëndetësore, shëndetësia avancuar, klienti në qendër. Në nisje të simpoziumit u tha se avancimi shëndetësor, siç është i rëndësishëm për çdo shoqëri në botë, është i rëndësishëm edhe për shoqërinë tonë. Avancimi shëndetësor është mjaft i rëndësishëm për shoqërinë tonë dhe hulumtimet në këtë lëmi bëjnë që të ngriten rezultatet në shëndetësi. Por avancimi i shkencave shëndetësore nuk është në nivelin e duhur, kështu u tha sot në hapje të simpoziumit të 7 ndërkombëtar i shkencave shëndetësore, shëndetësia avancuar, klienti në qendër. Zëvendës ministri i shëndetësisë Izet Sadiku tha se shtimi i pjesëmarrësve në këtë simpozium tregon që të rinjt janë të interesuar për hulumtime. Ky simpozium po tregon domosdoshmë që ne po him në fazën kur përveç fazës kur jemi pas zhvillim apo avancim të shëndetësisë, tash po him në fazën kur ne rezultatet tona jemi të gatshëm t'i krahasojmë edhe me rezultatet e vendeve tjera.
Drejtori i QEAP Hajmerer Petrit Beqiri tha se avancimi i hulumtimit shëndetësor është i rëndësishëm edhe për ne, si dhe për çdo shoqëri tjetër. Momentalisht, avancimi i shkencave shëndetësore, por edhe shkencave tjera në vend, nuk është në nivelin e dëshiruar. Gjithashtu, kemi mundësi të pakta të platformave për paraqitjen e hulumtimeve të shkencëtarëve brenda vendit. Kurse prorektoria për cilësi në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, Teuta Pustina Krasniqi, tha se nuk mund të thuhet se shëndetësia në Kosovë është e nivelit të ulët. Sa i përket shëndetësisë në Kosovë, nuk mund të themi se shëndetësia është e një niveli të ulët, por e niveli të ulët është ajo e cila punohet dhe nuk shkruhet në letër. Kurse infermierja Jennifer Caldwell ka treguar se si duhet trajtuar pacientët. Gjatë punësime ndër vite, pacientët, klientët apo personat, quani si të doni jo, kanë qenë qendre punësime. Unë punoj shumë afër me këta persona. Ata nuk janë pacient të mi, por ne punojmë së bashku, ne jemi një ekip. Unë e zbuloj se çka dëshiron të bëj ky person me jetën e tij dhe i ndihmoj ata të arrijnë qëllimet e tyre. Simpoziumi i shtatë ndërkombëtar i shkencave shëndetësore, shëndetësia avancuar, klienti në qendër, do të mbahet 3 ditë në Prishtinë. Në këtë simpozium do të paraqiten 40 hulumtime. Grupi i qytetarëve protestoi ka dalë në sheshin Zahir Pajaziti për të protestuar kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit pas publikimit të përgjimeve e njohur si dosja shefave. Kjo është hera 11 që ky grup del në rrugë. Edhe kësaj radhe 10 qytetarë kanë marshuar sheshit të qytetit nga ku edhe po kërkojnë dëshkimin e protagonistëve të përgjimeve në krye me ish shefin e grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovcin. Këmraj Adem Grabovci me datë 14/9/2016 është shkruar në njërën prej pankartave të protestuesve. Grupi i qytetarëve protestoi ka vendosur të dalë në shesh çdo të enjtë kundër klanit Pronto. Policia e Kosovës ka arrestuar 2 persona të dyshuar për blerje, posedim, shitje ose shpërndarje e paautorizuar e narkotikëve, si dhe përmbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Policia e Kosovës në 2 raste të ndara ka arrestuar 6 persona në ndyshimin se janë të involvuar në trafikim me qenie njerëzore dhe prostitucion. Policia e Kosovës bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit ka realizuar një operacion policor në ndyshimin e bazuar se në një shtëpi në lagjen Velania një i dyshuar posedon një sasi të substancave narkotike si dhe posedon arme e municion. Operacioni policor është realizuar edhe në bashkëpunim me njësinë për reagim të shpejt, me që rast Policia e Kosovës ka arrestuar 2 persona të dyshuar në ndyshimin e bazuar se po kryenin veprat penale, blerje, posedim, shitje ose shpërndarje pa autorizuar e narkotikëve, substanca psikotrope ose analoge nga neni 273 dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374. Të dyshuarit arrestuar janë AP dhe SL të lindur me 1996. Me urdhëresë të gjykatës themelore është bërë bastisja të dyshuarve. Me akt vendim të prokurorit, të dyshuarit të dërgohen në qendrën e mbajtjes për procedura të mëtejme. Bastisja është kryer edhe në shtëpinë e një të dyshuarit në fshatin Bibaj të Ferizajt. Një siti hetimeve pas një pune operativo-hetimore me urdhëresë të lëshuar nga gjykata ka bastisur shtëpinë të dyshuarit, ku janë gjetur dhe konfiskuar monedha, një laptop, mjete të nevojshme për prerje, skalper, bresk, gërshër, izolatore të tjerë. I dyshuar ishte arrestuar dhe gjatë intervistimit ka pranuar se në bashkëpunim me një të dyshuar tjetër i cili gjendet në arrati, ka vënë në qarkullim parat me të cilat i ka prodhuar vetë dhe se ka mashtruar 5 meshkuj dhe një femër. I dyshuari gjithashtu ka deklaruar se ka vënë në qarkullim parate falsifikuara në shumë qytete të Kosovës dhe jashtë vendit si Shqipëri dhe Serbi. Gjatë 24 orëve të fundit bëhet e ditur se ka ndodhur gjithsej 17 aksidente me të lënduar, ndërsa raportohet se për të gjithë ata që nuk kanë respektuar rregullat në komunikacion, policia ka shqiptuar gjithsej 773 tiketa trafiku. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinë ka bërë thirrje Rusisë dhe regjimit sirian
që të mos shkatrojnë qytetin e Alepos për shkak të eliminimit të militantëve. Duke folur në Gjenev, Staffan de Mistura ka paralajmëruar se zonat e kontrolluara nga rebelët në lindjet e Alepos mund të shkatrohen plotësisht brenda 2 muajsh. Në Alepos, sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, jetojnë rreth 275.000 civil. Rusia dhe regjimi sirian kanë bombarduar këtë qytet me pretekstin se po sulmojnë militantët. Së paku 20 veta, shumica prej tyre luftëtar rebel, janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm me bombë pranë kufirit të Siris me Turqinë. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut tha se shpërthimi ka ndodhur në pikalimin Atme, në provincën Idlib. Amaq, agjenci e lajmeve lidhur me grupin militant Shteti Islamik, tha se një sulmues vetvrasës ka goditur një konvoj të rebelëve. Fraksionet rebele me mbështetje ushtarake të Turqisë janë duke luftuar aktualisht Shtetin Islamik në një rajon tjetër kufitar në verilindje të Sirisë. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.